Prej sonte në orën 3 pas mesnate përfundon llogaritja verore e kohës, me çka me lëvizjen e akrepave të orës për 1 orë mbrapa, koha në orën 3 do të llogaritet si ora 2, informon Byroja për Meteorologji. Llogaritja dimërore e kohës fillon fundjavën e fundit të tetorit dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të marsit, kur fillon llogaritja verore e kohës. Ndryshimi i kohës në Evropën perëndimore është vendosur në fillim të vitit 1970 me elaborimin se me atë shtyhet dita, mundësohet kursimi i konsumit të energjisë elektrike, rritet produktiviteti, përmirësohet aftësimi i njerëzve dhe dita e punës bëhet më efikase. Kalimi nga koha e verës në të dimrit për herë të parë u shënua në vitin 1916 në vendet e Evropës veriore, ndërsa deri tani është vendosur në rreth 70 shtete, kryesisht në hemisferën veriore. Në Maqedoni, për llogaritja dimërore dhe verore e kohës është vendosur në vitin 1996.